Lodhja është një gjendje fizike, mendore ose emocionale e karakterizuar nga mungesa e energjisë, motivimit dhe përqendrimit. Shpesh shoqërohet me ndjenjën e raskapitjes. Nuk është thjesht ndjenja e përkohshme e plagështisë, mund të bëhet një gjendje vazhdueshme që ndikon në funksionimin e përditshëm dhe mirëqenien e përgjithshme. Llojet kryesore të lodhjes. Lodhja fizike, trupi ndihet i rënd, pa energji, edhe detyrat më të thjeshta duken të vështira, mund të vijnë nga mungesa e gjumit, sforcimit fizik apo sëmundje. Lodhja mendore, vështirësi në përqendrim, kujtesë dhe marrje vendimesh, shfaqet pas periudhash të gjata me stres, studimi ose punë intelektuale. Lodhja emocionale, ndihesh bosh, i irrituar ose emocionalisht i ngrirë. Ndodh kur ke përjetuar ngarkesë emocionale për një kohë të gjatë pa mundësi shkarkimi. Lodhja shpirtërore, ekzistenciale, një ndjenjë boshllëku të thellë, mungesë kuptimi ose drejtimi në jetë. Njerëzit shpesh e përshkruajnë si një lodhje e shpirtit. Çfarë na tregon lodhja? Lodhja nuk është armik, është një sinjal. Është mënyra e trupit dhe mendjes për të thënë: duhet të ndalosh, të kujdesesh për veten, të marrësh frymë. Lodhja emocionale është si një mjergull që të vesh syt, shpirtin dhe energjinë. Nuk ka të bëjë vetëm me lodhjen fizike, është grumbullimi i ndjenjave të parealizuara, pritshmërive, zhgënjimeve, stresit të përditshëm dhe ndonjëherë, kur nuk ja dalim të përballojmë, trupi e thot me zë të lartë: ndalo. Shenjat që mund të tregojnë se je e mbingarkuar janë: nuk e më durim për askënd as për veten, gjërat që dikur të gëzonin tani nuk të sjellin asgjë, ndjesh bosh edhe kur je mes njerëzve, çdo vendim të duket i vështirë, trupi është gjithmonë i lodhur, edhe pas gjumit. Në vend që të kërkosh të ndryshosh gjithçka menjëherë, ndoshta duhet të fillosh t'i japësh vetes leje, të mos ja jesh në maksimum, të pushosh, të mos përgjigjesh, të thuash jo. Ndonjëherë çlirimi vjen jo kur bëjmë më shumë, por kur fillojmë të lejojmë veten të jemi njerëzor. Nëse po kalon një periudhë ku ndihesh e lodhur nga gjithçka, e ngarkuar dhe pa motiv, ja disa mënyra të thjeshta si mund të kalosh pak nga pak këtë gjendje. Prano lodhjen, mos e moho, mos e lufto me forcë, thuaj vetes: po, jam e lodhur dhe kjo është në rregull. Pranimi është hapi i parë drejt çlirimit. Ndalo për pak, mos bëj asgjë. Ndonjëherë më e shëndetshme është të mos bësh asgjë për një moment. Ul ritmin, largoj pritshmëritë për duhet të bëj, lejo trupin dhe mendjen të pushojnë. Foli vetes me dashuri, në vend që të kritikosh veten për pse je kështu, provo të thuash: e kuptoj që po kalon një periudhë të vështirë, por do kaloj. Merr frymë thellë dhe bëj pauza të vogla qetësie. Merr frymë thellë, mbaje pak dhe nxirre ngadalë. Përsëritet disa herë, është një mënyrë e vogël për të rikthyer kontrollin mbi trupin tënd. Shkruaj ndjenjat pa filtra. Merr një fletore dhe shkruaj: si ndihem sot. Nxirre gjithçka, është si të zbrazësh një çantë që të ka rënduar për ditë. Dil në natyrë, sikur edhe për 10 minuta. Drita natyrale, ajri i pastër, ecja në heshtje janë terapi e thjeshtë, por shumë efektive për mendjen. Zgjidh një gjë të vogël që të sjellë kënaqësi, një filxhan çaj, një këngë që të qetëson, një përqafim, leximi një libri, zgjidh diçka që të rikthen te vetja. Fol me dikë që të kupton, jo për të marrë zgjidhje, por thjesht për të ndarë atë që ndihen. Disa fjalë të thëna me zë e bëjnë barën më të lehtë. Mos kërko ta rregullosh gjithçka sot. Nuk ke pse të zgjedhësh jetën sot.
Mjafton të kujdesesh për veten sot, të nesërmes do t'i vi forcat kur të vi dita. Mbaj shpresë, edhe kur duket larg, mos haro. Edhe lodhja është pjesë e jetës, por kalon si çdo stuhi, brenda te ka shumë forcë se sa mendon ti. Edhe unë në këtë periudhë po bëj shumë gjëra njëkohësisht dhe ka ditë kur lodhe më shumë sa dua thjesht të ndalem, të mos mendoj më. Ndihem e shpërndar, pa fokus, e humbur mes gjithçkaje, por pavarësisht gjithë kësaj, në fund të ditës, kur më në fund mbetem vetëm me veten, ndjej një ndjetësi të qetë dhe të thellë. Ja dola edhe sot. Dhe për këtë jam falenderuese. Falenderuese që zemra ime nuk u dorëzua. Falenderuese për çdo frymëmarrje që më kujton, ti je ende këtu. Dhe po, jam lodhur, por kam ëndra dhe këto ëndra më japin forcë të vazhdoj, sepse brenda lodhjes jeton një shpresë, dhe aty ku ka shpresë, ka jetë. Frymo thellë, jeto me dashuri dhe mos harro, çdo ditë është një mundësi e re për të qenë mirë me veten. Mos e nënvlerëso forcën që ke, vetëm sepse sot ndihesh e lodhur. Nesër është një ditë tjetër, një mundësi tjetër, dhe ti je më shumë se kjo periudhë. Faleminderit që ishe këtu me mua dhe deri herën tjetër, kujdesu për veten me dashuri.